Ka hyrë në fuqi procesi i ri i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme pas publikimit në fletoren zyrtare të udhëzimit të përbashkët nr. 5, datë 19/2/2026 për zbatimin e ligjit nr. 85/2025 për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme. Deri në dhjetor të vitit 2026 kanë të drejtën e kryerjes së rivlerësimit ata individë në të gjithë vendin që kanë në pronësi pasuri të paluajtshme, tokë dhe ose ndërtesë të regjistruar ose që fitojnë pronësinë. Ky proces do të bëhet përmes një norme tatimore prej 5%, ndryshe nga sa është aktualisht prej 15% nëse shitet prona. Gjithashtu rivlerësimi mund të kryhet edhe për ato pasuri që e kanë kaluar një herë këtë proces. Ai mund të kryhet nëpërmjet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ose nëpërmjet ekspertëve të licencuar për pasuritë e paluajtshme. Për herë të parë në rivlerësimin e pasurive të paluajtshme do të njihet edhe amortizimi i pronave. Pra vjetërsia e pronës, sa më e vjetër të jetë prona, aq më pak do të paguhet tatim pas procesit të rivlerësimit. Kjo normë tatimore është e njëjtë si për bizneset dhe për individët. Baza tatimore llogaritet si diferenca midis vlerës së dalë nga rivlerësimi dhe vlerës së zbritshme të regjistruar më parë. Për ndërtesat nga çmimi i referencës zbritet 1% për çdo vit përdorimi deri në maksimumi 30%. Për tokat, çmimi minimal fiskal është ai për metër katror sipas hartës së vlerave në fuqi. Hyrja në fuqi e këtij udhëzimi pritet të çlirojë tregun e pasurive të paluajtshme. Një kërkesë kjo e paraqitur prej kohësh edhe nga shoqatat e ndërtuesve.